Feruzan, ju jeni një nga ata që keni ndjekur dhe vazhdojnë ndiqni sërish në gjykatën e posaçme. Sot mungon Zamira. Cila është arsyeja dhe? Ka një vit që kurovat në Itali. E ka me përruar në kokë edhe kështu që s'mundë dot. Gjithashtu ja kam prerë ato me urdhër të doktorit që nuk duhet të dëgjoj kështu fatkeqësira e gjëra. Dhe për momentin e kam me kimioterapi në shtëpi. Për sa i përket procesit, do marri, jam i bindur që personi në fjalë që po gjykohet do ta marri dëshkimin e vet. Jam optimist. Për te atyre çfarë ai del në media dhe flet për NATO-n, për OKB-n, nuk e di çfarë flet ai atje, por ka harruar të flasi vetëm për Henën për momentin. Se për këto tjerat i di gatë mirë, por harron ato të vetat, çfarë ka bërë. Të gjitha dokumentat, të gjitha dëshmit, të gjitha e bëjnë shumë fajtor, edhe fajtor e bëjnë jo vetëm për 26 veta që vrau këtu, por me ato dokumenta, me ato dëshmi, ai ishte nisur që të vriste gjithë populli këtu. Kështu që kaq i pamëshirshëm ishte ai person, ai ish ministër mbrojtje që ne e patëm votuar për ta mbrojtur. Përveç atij, ka përgjegjës të tjerë sipas jush në këtë ngjarje? Përgjegjës të tjerë ka shumë. Por të gjithë kanë qenë në urdhat e X-it. Të kujt? Të ish ministrit të mbrojtjes. Sepse ministri i mbrojtjes i hoqi nga detyra komplet ushtarakët. Edhe pse mbrohet që thotë që nuk ka mund faj sepse unë kisha ushtarak. Ushtarakët ishin të zhveshur fare, komplet. Nuk kishin asnjë lloj kompetence për të vepruar. Kështu që të tjerët pasaj janë pasoja e ministrit. Nuk po shohim zyrtar të lartë, të paktën qeveritar në këtë përvjetor. A mendoni se kanë harruar gërdecin? Ky nuk është turp për ne, ky është turp për ata qeveritar. Turp edhe turp i madh për ata, sepse dikur u mblodh gjithë Shqipëria edhe u bë marshimi nga Vora në Tiranë për drejtësi. Kurse sot pa një gjë të keqe, nuk e di. Nuk ka mbështetje. Kjo tregon që populli sado të kërkoj drejtësi, po qenë të bashkuar dy krahë politik, nuk mund të jepet drejtësi. Kështu që ne dritën e jeshile e kemi me vendimin që do marrë Spaku, edhe sido që të jetë ai vendim, prapë se prapë ka institucione të tjera në botë që ne do t'i kërkojmë ato të drejta. Faleminderit. Faleminderit e ju.